Juristi Romeo Kara ka folur lidhur me procesin e rinumërimit të kutive të votimit, një proces që vjen pas disa ankimimeve maraton që përfundoi në vendimin për hapjen e mbi 2323 qendrave të votimit. Nga ku sot ka përfunduar ky proces për Gramshin dhe Peqinin. Pas 6 orësh rinumërim, doli se u gjetën disa mospërputhje me diferenca të vogla, të cilat nuk duket se kur i japin zë pretendimit PD-s për të justifikuar humbjen e thellë më 11 maj. Juristi Romeo Kara tha se ky proces rrëzon pretendimin. Ai u shpreh se nga rinumërimi doli një marsh i vogël gabimi, ndërsa shtoi se kjo është vetëm një çështje që fiton kohë për të gjetur justifikime për humbje dhe parashikon se tani do të nisë brenda PD-s nxjerrja në pa e problematikave të brendshme. Mendoi që nëse janë më pak flet votimi, pra asnjë flet votimi e parregullt për një kuti i bie, pra janë 15 deri 20 flet votimi në 90 kuti. Po të jenë kështu, nga kjo anë pas ka qenë sahat zvicerian. Këtë lloj marzhi gabimi mund ta kenë në çdo vend të botës, kur u hapën kutitë e votimit, Al Gores me Bushin janë gjetur shumë më tepër. Do të kishin vlerë nëse do të ishin rezultatet kaq afër. Votimi mund vendoste për rezultatin. Zakonisht kur është rezultati i ngushtë me 1%, ka një vlerë për t'i parë. Rinumërimin e shoh si pjesë e transparencës. Ata që e kërkojnë e dinë mirë rezultatin dhe nuk duan ta pranojnë. Këto shashka demagogjike që po hedhin pas kësaj do ta ndryshojnë, duke nxjerr problematikat e brendshme që do të ketë PD-ja. PD po hyn në një rrugë vetë shkatrimi. PD i ka hyrë numërimit për t'i marrë votat të vetëve, jo kundërshtarit, thot ai. Juristi shton më tej se Berishës i ka dalë situata nga kontrolli në Partinë Demokratike. Kushton se jo më larg se një ditë më parë është parë dhe një debat mes veglave të tij, siç i quan ai, Flamur Nokon dhe Albana Vokshin.